Goca një moment. Ju sa po keni fituar një super dhuratë. Sa vjeç e jeni? Mund t'ju pyes? 13. 13? 13. Mashallah, që nga dhe moshatare. Hajteni këtu. Na fal zotria, po dhurojmë këtu. Se ka makina. Atëherë vajza, ju keni dëgjuar ndonjëherë për Dental Med Austria? Po. Bëhet qefi, okej. Duke qenë se jeni dhe në një moshë vogël, të them çka të po ju rritet, duhet një vizitë. Por këtë vizitën ne doja bëjmë falas, si dhe çdo shërbim të nevojshëm që ju mund të keni, nëse ju i bëni follow tani Dental Med Austria. Sigurisht në rast se nuk e keni follow. Është e vogël, nuk ka rrjete sociale. Më pëlqen, sepse brezi sot në fakt kanë të gjithë shumë rrjete sociale. Zemër, nëse dëshiron, mund t'i thuash mamit ose dikujt dhe mjafton. Ti thoni që vini nga e morë dhuratën nga starsat e Albana Osmani Production dhe ju e përfitoni dhuratën, por të lutem mos harro, sepse është për të mirën tuaj. Unë ju gjeta dhe dua t'ju bëj shumë të dhuratë, dakor? Edhe për të zemër vlen në njëjta gjë. Nuk do i ndajmë shoqet apo jo? Jeni shumë të bukur dhe uroj shumë suksese në shkollë. Ajo është kryesorja, por dhe një buzëqeshje hollywoodiane duhet ndërkohë. Dakor? Faleminderit. Shumë faleminderit. Suksese. Ciao. Starsat e vegjël të ardhmes. Ja shohim në një tjetër. Përshëndetje. Keni fituar një dhuratë. Por për ta fituar plotësisht, do bëjmë një gjest shumë të vogël. E keni dëgjuar ndonjëherë Dental Med Austria? Dental Med Austria. Kam dëgjuar. Është një ndër klinikat më të suksesshme dentare në Shqipëri, Tiranë. Shumë mirë. Për sy ka jo? Jo, për sy nuk ka zonja, po për dëm. Nëse juve i bëni follow në Instagram, keni Instagram njëherë si fillim apo jo? Jo, unë përdor të tjera. Do i themi Nipi të bëj follow dhe juve të fiton një super dhuratë, ja bëj Nipi vetëm për ju. Po ma bët ju. Patjetër që po. Atëherë zonja, i thoni Nipit të bëj follow Dental Med Austria, pas një vizë poshtë, e gjen vetë ai se social. Dhe ju sa po keni fituar në Dental Med Austria, një ekzaminim për aparatin tuaj të gojës apo një shërbim që juve e keni të domosdoshëm, dakor? Faleminderit. Faleminderit juve. Mund t'ju bëj një pyetje të lutem, me që jeni dhe brezi vjetër? A mendoni ju që kanë ndryshuar kohërat në trajtimin edhe kurimin e dhëmbëve? A i kanë shqiptarët dhëmbët e bukur krahasim me disa vitën përpara dhe sot? Kjo varet më shumë nga gjendja financiare, sepse çdo njeri e ka problem dhëmbët. Qoftë në fshat edhe ai s'ka lekë e ka të vështirë të hajë. Kështu që unë mendoj nuk është thjesht ana e formimit të njeriut, që mendoj që qyteti nuk diskutohet, që ka kuptuar që dhëmbët e bukur janë